Shumë faleminderit, Odi, më hajde më luftuaj. Hajde u luftu më kur. Ti fermerje po je nga ana jonë, kështu që mos ju fshi kamerave dhe mos i ik tribunave tona. Dhimën e kam mësuesin tim për bujqësinë, kështu që më kam mësuar ABC-n e bujqësisë. Plus që pavarësisht se zëvendës ministër është zëdhënës i fermerëve pranë nesh, edhe besoj që fjala e tij ka peshën e vet specifike, pa i hequr natyrisht asgjë fjalës ministrave që kanë përgjegjësitë e tyre lidhur me sektorin në mënyrë të drejtë për drejtë. Unë dua në radhë të parë t'ju falenderoj për këtë mundësi. Dua t'i përgëzoj protagonistët që janë në këtë tokë dhe që kanë marrë përsipër krijimin e një shoqërie të bashkuar bujqësore, dhe dua të theksoj se përtej të gjitha shifrave, përtej të gjitha financimeve të cilat flasin vetë deri në një pikë caktuar, sepse asnjëherë nuk është mjaft, thelbi që duhet të bijem dakord së bashku, dhe kur them së bashku jo me ata që e shohin bujqësinë nga tenxheret, nga buzët e tenxhere mediatike, apo nga gjitha i pazari i madh i thashethemeve dhe i llogjeve të Tiranës, por së bashku me të gjitha ata që e shohin bujqësinë si mundësinë e tyre për të ndërtuar jetën dhe mirëqenien. Duhet bijem dakord që nuk është paraja çështja jonë kryesore sot. Ka qenë, nuk është. Sot çështja jonë kryesore është të kuptojmë saktësisht se çfarë duhet bëjmë për ta siguruar paranë që na duhet për të ecur përpara në ndërmarrjen tonë. Çfarë duhet të them me këtë? Koha tani më nuk pret. Kemi shumë vite që flasim, por ndeshim në atë murin e paragjykimit ndaj bashkimit, jo kooperativa, jo individualiteti, jo ku diun se çfarë. Vetëm duke u bashkuar, secili fiton 30% më shumë. Është llogari e bërë. Nuk e kam bërë unë, se unë jam piktor, nuk jam financier, nuk jam llogaritar, por është llogari e bërë. 30% më shumë fitohet vetëm duke u bashkuar. Ja ku është Dimo Kotja, është një nga pionerët e bashkimit në atë territorin e vet atje, dhe tek ABC-ja e Dimo Kotës unë kam mësuar thelbin. Vetëm në prodhim, bashk në shitje. Secili ka, dhe këto historit, jo fragmentimi tokës, jo tërcivërci, janë teori. Praktika është shumë e thjeshtë. Secili ka tokën e vet, por ama kur del në treg bashk krijon mas, krijon fuqi negocimi për çmimin, krijon garanci dhe krijon qëndrueshmëri. Kur është vetëm me ato arkat me domate dhe duhet dali t'i shesi, është si ajo që shpreha delen që ndahet nga tufa e ujku. Dhe ne në të gjithë qasjen e re ndaj financimit dhe mbështetjes kemi vendosur në fokus pikërisht këtë, të stimulojmë ata që duan të rriten, ata që duan të forcohen
duke u bashkuar, ata që duan të jo vetëm prodhojnë, por edhe të përpunojnë me plane dhe projekte konkrete. Dje folëm në Berat për naftën, është e neveritshme se si për hir të një lufte të verbër as politike jo, po tribale fare, nuk e di si ta quaj, angazhohet një lukuni e tërë të nxjerrësh për ta nxjerrë komplet nga konteksti atë që themi. Dhe për të vazhduar t'i bjeri një fylli të thyer dhe të vjetër në të njëjtën vrim, jepni naftë, jepni naftë. Ndërkohë që është shumë e qartë për të gjithë ata që janë realisht fermerë që prodhojnë se ajo që kemi bërë ne është shumë herë më shumë se sa jepni naftë dhe ndërkohë që nga paratë e shpenzuara për të dhënë naftë deri dje, pjesë e një faze të caktuar të këtij procesi natyrisht për të ardhur në këtë fazë ku kemi hyrë këtë vit, jo të gjithë përfituesit ishin ata që e meritonin dhe e përdornin naftën për punë bujqësie. Jo të gjithë. Sepse skema e ndarjes për pronësi, për tokën, për posedimin e tokës, për sasinë e tokës, ishte një skemë që kishte problematikën e vet për shkak se në shumë raste pronësia e tokës nuk është atyre që e punojnë tokën. Ata që punojnë tokën janë qeramarës. Dhe nafta ju shkonte atyre që po përtej kësaj nuk e ka Bashkimi Evropian këtë skemë, ne po shkojmë te Bashkimi Evropian, jemi kritikuar për këtë skemë, e kemi justifikuar me idenë e një faze të caktuar, tani kemi ardhur tek hapi tjetër. Pra nuk do japim një mbështetje që në bazë sasive me një llogari në bazë të shembullve që solli dhe ministri është 300.000 lekë vjetra, por do japim një mbështetje që shkon në 7-8 milion lekë të vjetra përsëri, pra nga 300 euro në 7-8.000 euro, në rast se thjesht dhe vetëm ai që shet prodhimin e vet, paraqet faturën direkt prodhuesit, fermerit. Paraqet faturën që ti e shite dhe merr 10% të TVSH-s nga ajo faturë mbrapsht para në dorë. Nuk ka, edhe me ato para pastaj do të blesh naftë, blej naftë sa të duash, por nuk është nafta këtu. Domethënë ata që flasin janë të verbër dhe të ligj. Dhe e vetmja gjë që ju intereson është si të nxisin sherr dhe si të nxisin mërzi dhe si të nxisin agresivitet ndaj qeverisë. Nuk ju del e keqja dhe nuk është fare ky problemi im, as kur mos ju dal, s'kemi që bëjmë, por ajo që ne po bëjmë është të komunikojmë me ju dhe përmes jush fal kamerave, t'ju komunikojmë të gjithë fermerëve se s'mund t'i takojmë fizikisht të gjithë fermerët, që ne jemi këtu me një ofertë të re për bujqësinë. Oferta e re do të thotë jo vetëm 52 milionë euro që mbështesin një organizim të ri të skemave mbështetëse, që janë shumë më të shënjestruara tek prioritetet dhe që kanë në fokus ata që bashkohen. Jo vetëm rimbursimin, jo vetëm programin e ri me Bashkimin Evropian që kemi gjithë arsye të mendojmë që do të futet së shpejti dhe ai në proces. Por edhe një tjetër program shumë domethënës, të cilin do ta lançojmë në fund të muajit prill, së bashku me Bankën e Shqipërisë dhe me të gjitha bankat e nivelit 2, një program që prek të gjithë sektorët prodhues, që praktikisht i thotë çdo shqiptari që prodhon do ta dyfishosh ndërmarrjen që ke? Bujro. Bjerë një plan të besueshëm për ta dyfishuar, qeverinë e ke mbrapa, bankat do të t'japin
kështu mbështetje deri në 2 milion euro, sipas masisë së gjës. Interesat do jenë jo interesat komerciale, sepse ke qeverinë mbrapa, dhe qeveria do të hyjë edhe me një mekanizmin e garancisë. Dhe kjo do jetë aq e madhe sa do jeni në gjendje ju shqiptarët që prodhoni të tërhiqni. Aq e madhe do jetë. 200, 300, 500 milion, 1 miliard, aq e madhe do jetë. Nuk kemi pse të themi shifra. Ne kemi filluar këtë mekanizëm me 30 milion garanci, me 250 milion të vendosura si fond i përgjithshëm i mundshëm nga Banka e Shqipërisë, dhe çfarë kemi bërë, ndërkohë kemi studiuar se si funksionon, kemi parë çfarë duhet bërë më e lirshme, kemi folur me Bankën e Shqipërisë, kemi folur me Bankën e nivelit 2, dhe jo vetëm kaq, po kemi konstatuar faktin që tani më në Shqipëri, ja këtu në Lushnjë, ka realitete prodhuese të vogla, të cilat mund të bëhen të mëdha. Njerëz që janë kthyer nga migracioni, unë i kam takuar disa prej tyre në atë podcastin tim, por kam marrë letra, kam takuar dhe plot të tjerë. Dikush ka bërë një punishte për bime aromatike, dikush ka bërë një punishte për kremra e për këto produktet që produktet që janë kozmetike, dikush tjetër ka bërë diçka tjetër, dhe të tëra këto janë pika prodhimi, të vogla, të mesme. Nuk flasim këtu ne për të mbështetur kompanitë e mëdha, ato kompanitë e mëdha e din vetë rrugën, kanë bankat, kanë gjitha, ne flasim këtu për t'i thënë edhe juve që jeni këtuja, edhe këtyre djemve që janë këtu që përmendi drejtuesja politike, për t'i thënë, doni ta dyfishoni ndërmarrjen? Po. Bujrum, bëni planin, deri në 2 milion euro i keni mbështetjen. Që nga 100.000 deri 2 milion. Në varësi të asaj që do ofroni, dhe ne do jemi brapa jush. Pra, këto para që ne sot diskutojmë si më shumë se dje, janë reale, por ama mbi këto është edhe një mundësi e re që e ka sjell ekonomia jonë, që e ka sjell stabiliteti ynë financiar, dhe që e ka sjell nevoja e shumë shqiptarëve që eksperiencën tani më e gjithë këtyre viteve po e përkthejnë në një qasje të mençur ndaj të nesërmës. Dje ishim në Berat, në një realitet të ri të krijuar atje, 70 dhe disa prodhues të vajit ullirit, që ishin bashkuar bashkë. Për çfarë ishin bashkuar bashkë? Nuk ishin bashkuar ullit trungjet. Nuk ishin krijuar një strukturë që të rrinin në kafene dhe të vinin sklever të punonin, jo. Kishin bashkuar bashk procesin e grumbullimit, ambalazhimit, marketimit dhe shitjes. Pra kishin krijuar një masë kritike për të qenë faktor në trend. Dhe natyrisht që për ta është e gjithë mbështetja e mundshme. Dikush prej tyre tha na duhet një laborator këtu afër, se tani kjo gjëja nuk mund të jetë që ne krijojmë këtë realitet të ri dhe duhet të shkojmë të bëjmë analizat në Tiranë. Laboratori në fakt ishte pjesë e mbështetjes financiare që Bashkia e Beratit kishte garantuar në ndërkohë për të futur në atë mekanizëm. Këtu roli bashkive është kyç, e tha ministri, e kam përsëritur shpesh herë, për të ndihmuar krijimin e këtyre realiteteve. Por nuk ka më kohë për të humbur me teori a duhet as duhet. Që duhet, kjo nuk është diskutuar ndonjëherë, por ka mbetur në diskutim për shkak paragjykimesh dhe për shkak të një prapambetjeje
në mentalitetin e të bërit biznes. Nuk bashkohet